Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit KSHPK ka publikuar pasurinë e zyrtarëve të qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Ministri i Politikës Sociale, Demografisë dhe të Rinjve Fatmi Limani ka deklaruar vetëm një pronë, disa vetura dhe xhirollollari bankare. Pasuria që ka deklaruar Limani në KSHPK, një pronë tokë ndërtimore në fshatin Kollar, me hapësirë prej 228 metër katror, me vlerë prej 205.200 denarve, ose në euro 3.334 euro, regjistruar si pronë në emër të tij nga muaji prill i vitit 2010. Ministri Limani nuk ka deklaruar shtëpi banimi e as prona të tjera brenda ose jashtë shtetit. Pasuritë të luajshme në Maqedoninë e Veriut, Limani ka paraqitur një veturë Yamaha Midnight prodhim i vitit 2012, blerë në shtator të vitit 2023 në vlerë monetare prej 60.000 denarve, ose në euro 975 euro. Një veturë APS Coop prodhim i vitit 2015, blerë në nëntor të vitit 2021, me vlerë prej 900.000 denarve, ose në euro 14.626 euro. Në emër të fëmijëve ka deklaruar një veturë të tipit BMW prodhim i vitit 2006, blerë në nëntor të vitit 2022 me vlerë prej 61.500 denarve, ose në euro 999 euro. Të dhëna për llogari bankare dhe depozita në vend, një kartel bankare në valutën euro dhe një tjetër në valutën denar, duke mos specifikuar arsyet e aktivizimit të tyre. Limani nuk ka paraqitur asnjë detyrim financiar ndaj bankave, pra nuk ka kredi.